Fabrika municioneve do të ndërtohet në ish kombinatin bujqësor Reniku në zonën industriale në Jahoc të Gjakovës. Tashmë është miratuar kërkesa për shpronësim të pronave, gjë që i hap rrugën ndërtimit të fabrikës së municioneve, e cila është e para këtij lloji në Republikën e Kosovës. Synimi i këtij investimi është i shërbej ushtrisë së Kosovës si dhe të rritët siguria kapacitetet profesionale të ushtrisë. Rreth 1 miliard euro planifikohet të investohen në ndërtimin e kësaj fabrike, për të cilën tashmë ka kontratën nënshkruar dhe çështjeve tjera që lidhen me sigurinë e vendit. Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municioneve, kjo zonë do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë, me të cilët nga qeveria kanë thënë se janë në kontakt dhe do të prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil made in Kosova.